ishte shfryrje, nervi, sepse më duk si kur ma goditën Adin edhe unë dhe e godas bujen. E kam të rënjosme. Nuk kam... Ishte gabim. Desha edhe... Me e ditë si ndjesi, mbase më kishte bo me unë ndje më mirë, nuk më boni. E di unë se si e kam kalu si gjo. Ama për sa i përket fjalës që thash. Nuk i drejtohet. Unë thjesht desha personit parë që do më flasi, do ja thoja thjesht me pa si merret kur e them unë dhe si është me nxjerr fjalë tilla nga goja. Nuk e shijova. Nuk e shijova. Dhe nëse është marrë në kuptimin e parë që unë i drejtohem Arbanës, që është gjëja e fundit që unë do kisha bë, sepse kur më është bë ftesa, 50% e arsyes, 50 po them pak, pse kam ardhur, ka qenë se drejton ajo. Edhe adhuroj në çdo drejtim, si në karrierë, si në familje, si në... Kur nuk do asnjë lloj faze nuk do më kishte shku mendja me e cilësu ashtu. Thjesht desha me ja thonë dikujt edhe me pa se si trajtohet, si duhet trajtohet kur dikush ta drejton. Thjesht jam ndje e pambrojtur, jam ndje e goditur. Dhe mbrojtja më e mirë është sulmi. Dhe sulmova. Nuk e shijova. Ma, it's okay, unë jam dakord. E qa do që ndodh, pavarësisht se më duket sikur ai versioni imi nuk është dash me dal, nuk është dash me ekzistu, se nuk është se ka dal, nuk ka qenë ndonjëherë, nuk është dash me ekzistu. Ama këtu jam u përballë me versionet e mia më të mira, më të këqija. Dhe këtë herë jam unë kundër versionit tim më të keq. Edhe gjithë shikuesve që e di shumë mirë se çfarë bëhet jashtë tani që do ketë edhe nga ata që thonë, po ti e pas ke merituar me thonë ashtu. I di, e kam parasysh krejt çfarë bëhet, se kam qenë vetë shikuese në këto raste. Ju kërkoj falje nëse janë ndje atë 10 sekondë e pauzës që u bë pasi unë thash fjalën. Nëse ju ka ardhur një shije negative që absolutisht ju ka ardhur. Ju kërkoj falje për energjinë që kam transmetuar. Po që asnjëherë nuk ka qenë drejt për drejt me personin që ju drejtova, sepse unë thjesht desha personit parë që të më flasin dhe ja them. Sepse dosha që dikush tjetër më ndje si unë, dosha me pa si është me bë dikën me ndje si jam ndje unë, sepse e pa që e shijojnë. Edhe nuk pendohen. Njerëzit që e shijojnë atë gjën janë aq të dëshpëruar sa për mua nuk më mbetet gjë tjetër me ju bë. Se kanë të bëme, nëse ti shijon, se e shan dikën, se e gjun dikën. Që lutem bëni qa është më drejt, nëse për mua është më mirë t'jem jashtë në qetësi time, më nxjerrni. Se unë nuk e di ku jam, unë tani jam udhkyq, nuk e di ku jam. Ka humb këtej, ka humb andej, ka humb këtej. Ama nëse më mendoni që mund ta kap veten prap, me arrit me transmetu sa do pak pozitivitet, okej, nëse jo, please, më çoni në shtëpi.
dua. Krejt justifiko. Zakonisht nuk bëj gjona me u justifiku edhe. Në tjetë që unë nuk bëj gjona të këqija vetëm se urrej me justifiku mrapa. Ama nuk është justifikim. Ama këtë javë, sado që ju se keni pas qef Melbourne, ka ik Melbora, ka ik Dona, iku Adi, nik 3 veta. Që unë kam kalu kot. Konferencë për shtyp. Nik 3 veta që unë kam kalu pjesë që madhe ditës këtu. 2 shoqe, e pastaj Adusja, që mi preu. Të ishem dje pa mbrojtur. Që shumë po bëha. Me mu se da mas pun nervozohet shumë. Po aq përshtypje më bëri që u ngrit Indri dhe tha kush po puthet, tha kush po puth, ku? Kështu po kryin zero ato, sa është Ua, me po ti ç'ke o njeri kush puthet, ti ke me kë puthesh ditë natë. Ç'ke ti kush puthet? Po është shumë. Në momentin ku e kishtë atë problemin me Vanesën që s'te ke qa po bëha, një ditë para se mu bëha projmi, ja bëjke rre si pykja bëjke. Ato më ka që që kam pyka, që qësh. E më i pykë që ka me të qitë aty ku palet. Sa odin e qitë, ta shumë aty. Sot marruar. Nuk e nxjerr pikën jo se është Vanesa që është çift me këtë. I duhet prajme dhe një çift, më fal. Duhet një çift për krip. Që nga një kokor gjumi, more, si s'na hapin këtë ekranin, qofim një gjë.